Përshëndetje të gjithëve. Jemi në konferencën zyrtare për mediat kombëtare shqiptare në prag të miqësores në Bullgari, si zakonisht. Këtu jemi me trajnerin Silvinjo, ndërkohë që sot kemi edhe portierin Strakosha, I cili është këtu për të përgjigjur pyetjeve të medias. Do ta fillojmë me Strakoshën, I cili pasi të ketë mbaruar do ta lënë të bashkohet me skuadrën dhe më pas do të vazhdojmë me trajnerin Fokuli. Okej, Sokol Gjani, Supersport. Tomi, ke bërë debutimin në Premier League në kundër Manchester United, alternohesh shpesh dhe Berishën përfaqësuese, si ndihesh në aspektin personal? Tani punon? Okej. Ndihem shumë mirë, jam krenar që ka bërë në fund debutim atje në Premier League. Alternimi ka në dorë trajneri, e kam thënë shpesh për kombëtarën, kush do të luajë do të jetë gati edhe të ndihmoj ekipin për të fituar edhe të arrijë objektivat. Dhe sa gati jeni për këtë ndeshje të radhës, megjithëse është miqësore, por ka ndjenja që juve vetë jeni ambicioz për ta fituar, ju lojtarët e kisha fjalë. Normalisht nuk futemi kur për të humbur ndeshje, futemi gjithmonë për të fituar ndeshje. Ne vedim që nuk kemi shumë ndeshje për të provuar ekipin edhe të krijojmë një grup të fortë, prandaj çdo ndeshje për ne është shumë e rëndësishme të krijojmë një grup solid edhe fort edhe ta kuptojmë njëri tjetrin, sidomos ata lojtarë që nuk luajnë shumë do të dihen pjesë e grupit dhe është shumë e rëndësishme për ata. Tomas, jeni shprehur disa herë që ëndra juve është të luajnë në Premier League dhe e arritet. Por tani, pas një viti, duke parë dhe vështirësitë që keni pasur me aktivizimin, mendon se ishte zgjedhja e dur? Kur nuk provon gjërat në jetë, besoj nuk të kuptosh kur po bëre gabim ose bëre diçka të mirë. Por mua është gjë më e bukur të luash në Premier League, kam pas një dëmtim që më mbajti shumë jashtë, por unë jam I lumtur aty që ku jam, normalisht du më lujt, edhe besoj që kam cilësi me lujt, po tani do të jem I qetë, jem me shëndet mirë, edhe objektivi tjetër është të luash në Europian, ajo është gjë më e bukur. Tani në Premier League e provuam, edhe tani do të fitojmë vendin, po nuk besoj që kam bërë gabim. Si është situata në grup prak kësaj ndeshje miqësore me Bullgarinë dhe jo vetëm fakt edhe prak 2 ndeshjeve të tjera që na rezervon nëntori, sepse ju jeni më mbrëmësi të grupit? Ne vetimi shumë të lumtur edhe besoj gjithsesi e kuptojnë nga jashtë që jemi të lumtur edhe duket që grupi është shumë pozitiv. Ajo na ka munguar gjithë ato vitet që kemi kaluar pak të vështira, edhe prandaj besoj meritojmë një kualifikim në Europian, sidomos edhe në vendin e parë. Prandaj kur grupi bëhet kaq solid edhe nuk ndryshojnë shpesh lojtarët edhe është një grup siç jemi tani, edhe del nga jashtë që jemi të bashkuar, edhe ajo është gjë më e bukur, prandaj edhe rezultatet po vinë. Strakosha, kemi pasur një ecuri shumë pozitive në ndërtimin e Silvinjos, në vetëm 6 ndeshje. Çfarë ka ndryshuar në krahasim me trajnerin paraardhës, me Rejen? Besoj gjë që thash para është se grupi është solid edhe nuk ndryshojnë shpesh lojtarët, është 23-24 lojtarë që jemi gjithmonë bashkë, se në kombëtar nuk ke shumë kohë për të krijuar grupin, edhe ajo na ka munguar gjithë ato vite edhe me Reja dhe para me Panuchin. Prandaj besoj që më të bukur që ka bërë është të krijojë një grup, edhe e kemi edhe në dorë ne për të krijuar grupin, prandaj merita e trajneri është kjo, edhe jemi shumë afër njëri tjetrit edhe duket edhe në fushë. Strakosha, në mos gaboj, je bashkuar me kombëtarën pas Europianit 2016 dhe kjo mund të jetë hera parë për ty që shkon atje pas ndeshjes me Poloninë, ke menduar se çfarë të pret në Gjermani? Nuk e kisha menduar, por tani që jemi shumë afër, po e mendojmë gjithë edhe besoj dhe jetë akoma më e bukur, se eksperienca e parë kupton çfarë gabimet kanë ndodhur edhe kur është eksperienca e parë, normal që nuk je gati. Po tani janë shumë lojtarë që po luajnë në nivelet e larta, kanë pas eksperiencat e tilla, edhe prandaj unë besoj që kemi një grup, duhet të kualifikohemi se pas se kemi 2 ndeshje akoma, na duhet edhe 1 pikë, po do kualifikohemi, besoj që e kemi ekipin për të provuar diçka më shumë se era e fundit në Europian. Alfred Guraj, Syri Televizion. U përmendë pak më parë që ju nuk po luani në Premier League me skuadrën e Brentford përveç shtakimit fundit kundër United. Nga ana tjetër, Retrit Berisha duket se i ka bërë një nisje të mirë sezonit pas transferimit të Empoli. Mendoni se do ju penalizoj kjo të paktën për verën e ardhshme kur pothuajse jemi me të dyja kemët në Europian për të luajtur flas? Nuk jam unë që ai që vendos. Ka më duket 7-6 muaj akoma për ndër Europian.
nuk i dihet në jetë çfarë po ndodh. Si viti kaluar mendoj që do luaja, pata një dëptim 7 muaj. Tani ndoshta gjëra ndryshojnë, nuk i dihet kur në jetë. Unë do të jem i lumtur që jam me kombëtaren, atje ku jam, edhe të jem mirë me shëndet. Pastaj çfarë po ndodh, nuk e di unë. Томас, поздравления за за твоята игра в Англия и поздравления към албанския отбор за резултатите до момента. Помня баща ти Фото Стракоша, който играеше в Динамо в Динамо Тирана, извинявам се, срещу моя роден клуб Черноморец Бургас, така че ти продължаваш една чудесна вратарска традиция. Ju uroj sukses në rreth parë për gjithë performancën që keni arritur deri tani. Ju mbaj mend në ndeshjet që keni bërë më përpara në Burgas dhe jam shumë i lumtur që ju vazhdoni të jeni i suksesshëm. Какво знаеш за българския отбор и какво очакваш от мача утре? Çfarë dini për ekipin bullgar dhe çfarë prisni? Neve prisim një ekip që është organizuar brapa, që në goditje standardet do na provokoj, edhe neve shikojmë më shumë veten, si jemi si ekip për të provuar fituar ndeshjet, se e dim cilësitë e çdo ekip, edhe jemi të gatshëm, edhe dim që në goditje standarde janë shumë të fortë. Значи ние очакваме една провокация, разбира се, но имаме много вярваме в нашите сили и естествено ще очакваме да спечелиме. Здравейте. До някъде се прокрива и отговора на въпрос, който щях да задам. Доколко сериозно ще вземат албанците този двубой? Все пак става дума за приятелска среща. И има ли някои от нападателите българските, които когато са правили видеоразбора, му е направил по-сериозно впечатление от нашите футболисти? Pak më parë ju e mbuluat pak a shumë përgjigjen e pyetjes që doja të bëja. Ideja është si e shikoni, sa seriozisht e shikoni ju luajtjen me Bullgarinë dhe a ka ndonjë nga futbollistët tanë të cilëve ju edhe mund t'i druheni? Unë nuk e ndryshoj lojtarët që kemi ekip me asnjë tjetër në botë, as me kombëtar më të forta, po neve marrim çdo stërvitje ose ndeshje shumë të rëndësishme, prandaj nuk ka për ne misore, se e thash që më parë është çdo ndeshje për ne është shumë e rëndësishme për të krijuar një grup solid, kompakt edhe të jemi gati për çfarë do lloji quhet europian ose ndeshje të ardhshme me nëntor. Значи аз ние всичко го гледаме не като приятелско, го гледаме наистина като един истински матч. Всеки, който да бъде пред нас. Съответно, ние имаме един много силен екип и на който вярваме, така че не мислиме кой е пред нас, а само играем смело и силно. Kjo ishte pyetja e fundit për Strakoshën, besoj, cilin do ta lëmë të lirë të bashkohet me ekipin. Следен въпрос за Стракоша или имате? Shumë faleminderit, më pash. Много благодаря. Okej, atëherë fillojmë së kohën e pyetje për trajnerin. Mister, më në fund një misore, do të jetë rekord pas 10 muajsh drejtim, keni misorën e parë, duke qenë nuk keni pasur mundësi të eksperimentoni. Nesër do të ketë ndryshime të shumta në emra, për të dhënë lojtarëve që kanë pasur më pak minuta më tepër hapësirë, apo do mund të eksperimentojnë, po themi, edhe në një mënyrë tjetër loje, pra në një, po themi, plan B, duke qenë se është test misor. Lui ha detto Mir Brahma, io ho imparato Mirdita. Non lo so, dai, ci sta. No, ma quanto riguarda, io ho sentito qualcuna domanda a Thomas e volevo prendere l'opportunità di rispondere anche, forse io pensavo che qualcuno poteva esserci anche a me. Prima di tutto, la Premier League è io ho fatto 2 anni in Premier League, 3, l'ultimo praticamente già era con il City, è bella, è una competizione bellissima, ragazzi. Togliere l'opportunità di un calciatore di non giocare nella Premier League è durissima, è una competizione bellissima. Un'altra roba, come l'ha detto lui, internamente, se uno gioca meno, un altro gioca di più, poi guarda, quanto riguarda il portiere, l'ho detto già da 3, 4, 5 mesi fa, abbiamo 2 portieri di un livello molto buono.
a lui l'ha toccato giocare contro la Polonia, ha fatto una bellissima gara. Loro sono lì, a pari. Importante che loro sanno quello lì, il che arriva bene, si allena, il momento, vai. Noi siamo sicuri con tutti e due. Quanto riguarda la parola quella, io da 5, 6, 7 anni fa, questa parola per me non esiste, amichevole. Io ho visto perché c'è ritiro, inizia il ritiro, è una gara agli Stati Uniti, Barcellona con l'Inter, Madonna, per un ritmo pazzo, no, è finita quello con tutta la pubblicità, tutto quello che va, una gara si vede in tutto il mondo. Oggi amichevole per me si è diventato l'11 contro 11 un allenamento. E lì, dopo gara, andiamo a una gara, una persona interna è andata a vedere Bulgaria, come giocano, è un 5, un 3-2, 5-4-1, dopo un calcio di piazzati a favore fortissimo, un mancino che fa terzino esterno, centrale di sinistra, il numero 4 è forte calciatore, dentro il campo uno che c'è, un 90, una squadra alta, non c'è, è una gara importante e quanto anche riguarda Colli, penso come allenatore che ci sta l'opportunità per un calciatore, chiedo scusa se mi allungo, però non penso che è una bella opportunità per un calciatore se tu fai 6, 7, 8 cambi. Sono troppi cambiamenti. Noi sì, andiamo al calciatore che si deve vedere, andiamo a una squadra equilibrata dove si può veramente prendere cose importanti, andiamo a una gara importante. Nel senso sì, 3-4 calciatori forse fuori, che è probabile, su tutto calciatore che già fa mercoledì, domenica, dobbiamo rispettare anche la società e il momento del calciatore, però non è che andiamo in campo con un'altra squadra 11, secondo me quello lì non è un'opportunità di fare vedere uno. Adesso, se la squadra è equilibrata, sì, poi possiamo aspettare 3, 4, forse 5 cambi. Atëherë mund të ketë patjetër disa ndryshime dhe janë gjëra të pritshme. Një parantezë sa i përket atyre pyetjeve që u bën Strakoshës, e kishte me merak trajneri, do të them që trajneri ka luajtur 3 vjet në Premier League, është një kampionat shumë i bukur dhe normalisht çdo lojtar që ka mundësi të luajë në Premier League është diçka fantastike dhe kush nuk do donte ta provonte. Ndërsa sa i përket portierëve tanë, pyetjet që u bën Strakoshës, ne kemi 2 portierë shumë të mirë, si Berisha, si Strakosha, kanë qenë lartësinë e duhur, e kemi thënë shpesh që ne jemi shumë sigurt sepse kemi 2 lojtarë me shumë eksperiencë. Ndonjëherë mund të jepet rastit varet nga forma që kanë kur vinë në kombëtare. Strakosha për shembull ju dha rastit luan në Poloni dhe bëri një ndeshje shumë të mirë dhe ne jemi shumë sigurt me ta në port. Sa i përket miqësores së nesërme në Bullgarinë, sigurisht kam 5-6 vjet që po themi e kam humbur këtë konceptin e miqësore sepse çdo ndeshje duket e rëndësishme dhe miqësore duket mund të ekzistojë si koncept për të vetëm ajo që bëhet në stërvitje, po themi mes dy skuadrave dhe ritmi është shumë i çmendur, nuk ka ndeshje miqësore. Ne kemi dërguar një person nga stafi jon për ndjekur Bullgarinë, i cili ka parë nga afër, ka marrë informacione të duhur patjetër. Kanë një skuadër të mirë, shumë të fortë fizikisht, kanë disa lojtarë në veçanti numri 4, apo shumë një lojtar krahu sërish që është shumë i mirë, edhe në aspekti fizik janë lojtarë shumë gjatë, dhe për ne është një ndeshje shumë e rëndësishme. Është normale që një trajner provojë sa më shumë lojtarë, por nuk mund të ndryshohet e gjithë skuadra pra të bëhen 6 deri në 7 ndryshime, është sepse duhet të ruajtur edhe ai grupi që kemi krijuar, skuadra që kemi krijuar, ekuilibri i duhur. Dhe sigurisht ndoshta 3-4 ndryshime, ndoshta edhe mund t'i bëjmë, duke pasur parasysh edhe lojtarët që bëjnë shumë ndeshje, luajnë shtunë, mërkur, mesjavë apo në fundjavë, dhe kanë një ritëm shumë të madh me klubet, kështu që duhet të respektojmë edhe ato që të mos i ngarkojmë shumë. Mister, nuk na tha deri ndoshta mund na thonit edhe ndonjë nga emrat e futbollistëve që do të provoni nesër, të cilët doni t'i shihni gjendjen e tyre, por nga ana tjetër, çfarë ndikon tek lojtarët kjo heqja e mentalitetit miqësor dhe ndeshje gare? Giusto, no, anche loro capiscono
che non c'è, è una gara che va per tutto il mondo, è un'opportunità per tutti, per loro, per noi, da vedere, da giocare, da vincere, da fare bene. Sì, noi abbiamo già deciso 3-4 calciatori che vanno in gara se tutto va bene. Non mi piace dire il nome perché abbiamo un allenamento, dopo il calciatore non va in gara uno dice ma tu un bugiardo, ma sì, 3-4 calciatori già praticamente abbiamo deciso, manca uno e l'altro che c'è qualcosina, dobbiamo vedere domani mattina, dopo allenamento su tutto, però sì, almeno 4 calciatori cambiano domani. Sigurisht që lojtarët e kanë kuptuar për pjesën e mentalitetit, pra ndryshimi ku është mes një misore dhe ndeshje zyrtare, është ndeshje që do të shihet pra ka një audiencë shumë të madhe, sigurisht shihet në gjithë botën dhe është mundësi e mirë edhe për ta, por edhe për ne, patjetër që kam vendosur në mendjen time që të bëj disa ndryshime, të paktën 3-4 lojtarë, por nuk dua t'i them tani emrat sepse nuk është e drejtë. Dhe kemi edhe një stërvitje tjetër për të bërë, kështu që të shohim deri nesër për të vendosur përfundimisht për ndryshimet që do të bëjmë. Sabina Metër, Rretëshe Sport, duke qenë se u disi edhe miqësoria me Bullgarinë, është përfolur në media në fakt për një përplasje me Armando Brojen dhe nuk kemi dëgjuar ende një koment tuaj. Mirdita Sabina. No, è successo niente, il calciatore è in un processo che non è facile, lui rientra di un infortunio da 9-10 mesi, era praticamente senza andare in una gara, ha fatto 2 volte con il Chelsea, 10 minuti, 7 più il recupero, dopo ha fatto una gara 62 minuti e la ultima prima di venire da noi 45. Questa l'ultima gara lui esce, non rientra da seconda parte, c'è qualcosina, fa un control a Londra con il Chelsea e non viene da noi la domenica ma lunedì è da noi. Abbiamo fatto un allenamento, il giorno dopo ancora era un po' così, poi aveva qualcun fastidio, abbiamo fatto anche noi un control con il dottore Stessina e abbiamo deciso tutti insieme con il Chelsea certamente che lui non era in grado di andare in gara, purtroppo. È un infortunio che non è semplice, per rientrare sempre dobbiamo gestire bene certamente sulla società che il Chelsea, noi anche di qua. Quello che è successo 100%. Pra ajo që ka ndodhur me Brojen është shumë e thjeshtë, kemi lojtarë që vjen nga një proces jo shumë i lehtë, nga një dëmtim i rëndë, është dashur 9 muaj qëndroi jashtë fushave të lojës. U rikthye para pak javësh, luajti pak minuta në ndeshjen e parë, pastaj të njëjtën gjë edhe në ndeshjen e dytë dhe pastaj një ndeshje para se të vinte tek ne, ka luajtur për 45 minuta dhe nuk u zëvendësua për të mos u futur më në fushë sepse ka pasur disa probleme fizike. Normalisht ai bëri kontroll tek Chelsea para se të vinte tek ne. Kontrollet shkuan mirë, por kur erdhi këtu u stërvit, e pam stërvitje, kishte një shqetësim akoma, ulëm, biseduam me doktorin, biseduam edhe me klubin e Chelsea, kemi qenë kontakt vazhdueshëm për të marrë vesh në lidhje me këtë me dëmtimin e tij. Ishte e qartë që nuk ishte në gjendje për të luajtur dhe bashkë me klubin dhe bashkë me lojtarin sigurisht që ran dakord që ai të kthehej te klubi dhe të nisë rekuperimin. Kjo është gjithë historia dhe vetëm kjo ka ndodhur. Mister, përshëndetje. Jemi shumë pranë kualifikimit dhe nëse arrim duke parë këtë grup lojtarësh që vjen i mbështetur, a është koha që Shqipëria të synojë edhe më tepër në Europian? Thjesht dua t'ju tregoj një shembull Marokun në 2022-shin. In questo momento, Perdita, in questo momento penso che l'obiettivo ancora ci manca. È giusto, abbiamo fatto un passaggio, abbiamo fatto un passaggio tutti insieme bellissimo con la nostra gente, il stadio. Però ricordate che il girone era un girone che aveva un riparto, il secondo io che ho pensato, è un girone che c'è un reparto importante di punti. E si vede, anche ieri. Si vede, lì ancora tutti in gara, qualcuno come noi con più possibilità
e qualcun altro con meno possibilità. Novembre ci arriverà il momento da decidere tutto. Ci manca qualcosina, certo. Penso che noi siamo coscienti, tutti noi, staff, federazione, la gente, il calciatore, il momento è di raggiungere il nostro obiettivo. Ci manca qualcosa, noi siamo con la testa solo a novembre, dopo questa gara domani, novembre. Al di là pensiamo dopo, in questo momento no. Pra përsa i përket objektivave që pyetet ju që mund të kemi pas domethënë në finalet e Europianit, është diçka për cilën trajneri nuk mendon fare për momentin, sepse tani mendon vetëm për ndeshjet e nëntorit dhe të arrijmë objektivin zyrtarisht, sepse akoma nuk ka mbaruar asgjë. Sigurisht pas ndeshjes me Çekinë ne kemi bërë, Shqipëria ka bërë një hap të madh, ishte diçka fantastike, atmosfera, lojtarët, ishte diçka shumë e bukur, por e kemi thënë, trajneri ka thënë edhe në fillim të eliminatorëve që jemi në një grup të fortë ku ka pasur shumë lohatje siç mund ta vini re. Edhe janë disa skuadra në garë, nuk është vetëm Shqipëria, janë pothuajse Moldavia, Polonia, pra janë në garë për të kualifikuar dhe sigurisht që do të vendoset të ndeshjet e nëntorit. Në kombëtarin shqiptar gjithë janë ndërgjegjshëm për forcën që kemi, për rrugën që kemi bërë dhe për faktin që duhet të arrijmë objektiva dhe këto objektiva mund të arrihen vetëm në ndeshjet e muajit nëntor. Pas Bullgarisë do mendojmë edhe për këto ndeshje dhe kaq thjesht. Mirdita, nëse ndeshjen miqësore me Bullgarinë do ta kishim para asaj me Poloninë muajin mars, a do të ishte kualifikuar zyrtarisht Shqipëria? No, io penso che c'è qualcosa in quella prima gara che è venuto bene. Consapevole, abbiamo preso il ruolo di allenatore, il mestiere, andare avanti con la federazione. La prima gara era Polonia fuori, in una gara unica. Secondo me quello ti beneficia, perché è una gara. In quel momento lì non aveva un grosso conoscimento della rosa. Eravamo dentro della federazione 10 ore al giorno per capire tutto che è successo prima, i calciatori nuovi, giovani, under 21, 19, un lavoro, però certamente che in 2 o 3 mesi non ce la fai tutto. Poi più gare lì, secondo me, peggio, anche un amichevoli. Io prima cosa che ho visto ho detto guarda benissimo, una gara andiamo a giocare, te la fai, partiamo da là con 3 punti, grandissimo, un punto, purtroppo no. Però penso che ha dato a noi 2 o 3 mesi in più di lavoro per preparare la gara di giugno. Pra nuk jam as pak keqardhur për faktin që kishim një ndeshje me Poloninë në muajin mars, sepse ndeshja e parë me Poloninë, pavarësisht rezultatit, më dha disa mundësi të mira që unë të kuptoja tam realisht se si është gjendja e skuadrës me ndeshje shumë e fortë, ndaj një kundërshtar shumë të fortë që na vleti. Sigurisht nuk e njihja mirë ekipin që kur erdha kemi punuar me stafin 10 orë gati në ditë, duke parë lojtarë, duke parë ndeshje dhe sigurisht pas asaj ndeshje mu desh të njihesha më mirë ishte një mundësi e mirë me Poloninë dhe për 2-3 muaj të ardhshëm unë pata mundësinë që të punoja me grupin dhe falë asaj ndeshje unë pata mundësinë që të njihesha më mirë me lojtarët dhe të përgatisja sa më mirë ndeshjet e ardhshme të qershorit. Мистер, комплименти за добрите резултати. Каква оценка бихте дали, мистер Силвиньо, на българския отбор? Виждам, че приемате матча сериозно утре. И какво се крие, каква е рецептата за успеха на Албания под ваше ръководство, тъй като на нас българите от доста време не ни се получава. Може някакъв съвет? Pikë së pari ju komplimentoj për sukseset e arritura. Do doja t'ju pyesja çfarë çmimi i jepni ekipit ton dhe a mundeni ju të na jepni recetën sepse ne nuk po ja arrim me sa kuptojmë.
Poi ti ringrazio tanto. Io ho visto già qualcosa dal Bulgaria, penso che nel gironi 2 punti, 2 pareggio, non è giusto, dopo calcio non è giusto. When you're talking about football is not fair. Però io penso che è una squadra che ha fatto qualcosa di importante, c'è calciatori che ti puoi segnare, dopo si difendono bene, nel senso un blocco basso con 5, ci arriva 3, ci arriva un quarto calciatore, poi è una squadra alta, fisica, set pieces, offensive set pieces, very good. E dopo, quando si parla di calcio, secondo me non ha un segreto, una chiave, c'è che tutti possono pensare alla stessa cosa, quello secondo me è bello, quando tutti andano nella stessa direzione, poi io penso che si diventa un po' più, non facile però, si lavora meglio, però parlo di calcio generale mondiale, però niente, noi siamo qua in nostra strada, ancora ce l'abbiamo qualcosina da fare, però siamo soddisfatti in questo momento. Pra ne jemi shumë të kënaqur për atë që kemi bërë deri në tani, kemi studiuar patjetër Bullgarinë, e kam parë, pavarësisht se në grupin e saj kualifikuesve të Europianit ka vetëm 2 pikë, ka marrë vetëm 2 barazime, por në fakt nuk është se ka merituar këto 2 barazime, por meriton edhe shumë më tepër. Futbolli sigurisht nuk është i drejtë sa i përket rezultateve, por duhet të them që Bullgaria ka një ekip shumë të rëndësishëm, me lojtarë shumë të zotë në fazë sulmuese, një ekip shumë kompakt që luan blok edhe në pjesën mbrojtëse luan po aq mirë, por duhet të them që në futboll nuk ka shumë sekrete sa i përket suksesit, nuk ka asgjë të lehtë, me shumë punë mund të arrihet gjithçka. Много благодаря за което. Бих казал, че по принцип в играта няма ключ, няма тайни. Важното е да имаме еднакво мислене повечето от време и може да спечелим. Идеята, българският екип има високи играчи, те са смели, виждал съм някакви техни игри, добри са, но мисля, че няма ключ. Къде е тайната, за да спечелиш? Всичко е каквото мислиме на едно време, същото и действаме. Mister, kur bën një punë kaq fantastike, ekziston gjithmonë mundësia e ndonjë oferte jashtë nga ndonjë klub apo kombëtare. A jeni gati që të firmosni një kontratë të re për të na udhëhequr edhe në kualifikueset e botrorit të ardhshëm? Që sot domethënë. Praticamente la continuazione della prima domanda, che antecedió un po' la nostra seconda domanda, è noi pensiamo tutti uguali, abbiamo finito il girone, non ha nessuna preoccupazione per parte della federazione, della nostra parte come staff, no, pensiamo la stessa cosa tutti i giorni, da parlarci e già prepararci le prossime 2 gare. Solo si pensa in quello, poi tutte le 2 parti si diventa più facile. Noi siamo con la testa a novembre, tranquillamente da fare un lavoro, di finire una parte del lavoro. Ribadisco che fino a qui i ragazzi stanno facendo benissimo, come diceva Thomas, poi un spirito di squadra bello, buono, che poi si diventa e si vede in campo con anima, con cuori, con sudore. Noi pensiamo solo a quello lì. Për momentin po mendojmë, është pak a shumë e njëjta pyetje që u bë, pra përgjigjja është e njëjtë me atë pyetjen që u bë pak më parë, dhe duhet të theksojmë edhe një herë që asgjë nuk ka mbaruar. Dhe nga ana jonë apo edhe nga ana federatës nuk ka asnjë shqetësim sa i përket të ardhmes. Ne mendojmë se si të punojmë sa më mirë dhe të përgatisim sa më mirë ndeshjet e nëntorit dhe jemi me kokën dhe me mendjen tek ndeshjet e nëntorit. Deri tani kemi bërë një punë shumë të mirë, siç e tha edhe Strakosha. Kemi grup kompakt, solid, që ka treguar gjithmonë shpirt lart gare në fushën e lojës dhe luan gjithmonë me zemër dhe
Gjithçka për cilën ne mendojmë janë ndeshjet e nëntorit dhe asgjë tjetër. Mirë, atëherë shumë faleminderit. Kjo ishte pyetja e fundit. Unë ju uroj gjithë të mirë. Имате ли някакви други въпроси или? Няма, нука ко. Окей. Non c'è tempo per questa Non domanda. c'è tempo. Faleminderit. Per me non è un problema. Faleminderit. Per me non è un problema. Окей, jepja dhe. Още един въпрос. Господин Силвиньо, господин Силвиньо, вие сте човек, който е играл футбол на най-високо ниво в Барселона, Арсенал, Манчестър Сити. Така е започнала и кариерата ви. Как приехте предложението да дойдете на Балканите? И бихте ли работили в бъдеще и в други балкански страни? Zoti Salvinjo, ju jeni nga ata trajnerët më të mirë që ka dëgjuar bota dhe në të gjitha nivelet, dhe pyetja jonë është si arritet ju ta konsideroni të ishit trajner për Ballkanin dhe a do ta konsideroni të jeni trajner i ndonjë ekipi tjetër përveç Shqipërisë në këtë rast? No, ci provo a rispondere veloci, praticamente la casa in Albania sanno tutti. È iniziato con una cena a Milano con il Presidente, che lui voleva qualcosa nuova. Fino lì ha avuto un rapporto importante con lui, con la federazione, con tutti gli altri. Io ho avuto due esperienze bellissime in vita, una da vivere a Milano e parlare l'italiano, lo so che il paese parla italiano, anche la gente parla italiano. La seconda è ho avuto l'esperienza con la nazionale brasiliana da 4 anni, poi un lavoro di una nazionale io sapevo chi era. Infatti abbiamo fatto una gara contro l'allenatore di Bulgaria, lui era allenatore di Serbia. 2018 io ero un assistente nella nazionale brasiliana, lui era l'allenatore di Serbia. Domani ci rivediamo lì. Poi è stata una serie di cose che ci ha messo lì, io ho detto guarda bravissimo, ho visto un progetto bello, gente che voleva crescere, anche noi come staff volevamo crescere, è più o meno quello in 2 minuti. Pra shumë shkurtimisht, para shumë Shqipëri gjithë e dinë se si filloi me një darkë me presidentin Duka në Milano, ku folëm, ai kërkonte të bënte një ndryshim të rëndësishëm në skuadër, dhe kemi pasur raporte shumë të mira që atëherë. Unë kam pasur 2 eksperienca shumë të rëndësishme që i vlerësoj shumë jetën time. E para në Milano me Interin, ku punova si ndihmës trajner dhe mësova diçka, një eksperiencë shumë e bukur, mësova mirë italisht dhe dija shumë mirë që në Shqipëri njerëzit kuptojnë gjuhën italiane dhe do të ishte diçka më ndryshe. Dhe e dyta, sigurisht kam punuar te Brazili si zëvendës trajner për 4 vjet dhe njoh shumë mirë ç'do thotë punosh me një ekip kombëtar. Ndërkohë që sa i përket ndeshjes nesër me Bullgarinë, do të kemi përballë Krstajic, trajnerin e Bullgarisë, me cilin trajneri ka luajtur kur ishte në stolin e Brazilit, ka luajtur kundër Serbisë, kur ai ka qenë trajner, dhe ndërkohë nesër do të ketë mundësi të ritakohet me të. Kjo është pak a shumë, ishte një projekt shumë i bukur që më pëlqeu dhe prandaj edhe pranova. Значи, накратко, понеже в Албания знаят как съм приела аз да дойда тук, беше на една среща с президента на федерацията в Италия и две най-хубавите експериенции, които аз съм имал, е едната в Миляно, където съм учил и италиански език, а другото е в Бразил. 4 години. Същевременно бих казал, че аз съм имал като играч срещу Сърбия и вашия треньор, така че знам много добре колко е добър като треньор и утре ще го имаме при нас. Това беше накратко. Тани мbaruam vërtet, kështu që faleminderit. Prego. Сега приключихме наистина.